Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme të trupit. Ajo kryen qindra funksione jetike çdo ditë, duke përfshirë filtrimin e gjakut, përpunimin e lëndëve ushqyese, prodhimin e thëmzit, ruajtjen e vitaminave dhe largimin e substancave të dëmshme nga organizmi. Megjithatë, pavarësisht rolit të saj të jashtëzakonshëm, mëlçia mund të dëmtohet për një kohë të gjatë pa shkaktuar dhimbje apo simptoma të dukshme. Një nga problemet më të zakonshme sot është mëlçia yndyrore, një gjendje ku dhjami grumbullohet brenda qelizave të mëlçisë. Shumë njerëz e zbulojnë këtë problem rastësisht gjatë një ekografie ose analizave rutinë, sepse në fazat e hershme mund të mos ketë asnjë simptom të qartë. Megjithatë, tek disa persona, organizmi fillon të jap sinjale të vogla që shpesh injorohen ose ngatrohen me lodhjen e zakonshme apo probleme të tjera. Në këtë video do të shohim 6 shenjat më të zakonshme që mund të lidhen me mëlçinë yndyrore, cilët persona janë më të rrezikuar dhe çfarë mund të bëni për të mbrojtur shëndetin e mëlçisë. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbini asnjë video që ju bën të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Lodhje e vazhdueshme. Një nga ankesat më të shpeshta tek personat me mëlçi yndyrore është lodhja që zgjat për një kohë të gjatë. Shumë njerëz ndihen pa energji gjatë gjithë ditës, edhe pse kanë fjetur mjaftueshëm. Kjo ndjesi nuk është si lodhje normale pas një dite të ngarkuar. Ajo mund të vazhdojë për javë apo muaj dhe shpesh nuk përmirësohet plotësisht as me pushim. Lodhja mund të ketë shumë shkaqe të ndryshme, por tek disa persona ajo lidhet me ndryshimet që ndodhin në metabolizmin e organizmit kur mëlçia nuk funksionon në mënyrë optimale. Pikërisht sepse është një simptom shumë i përgjithshme, shpesh nuk i kushtohet rëndësia e duhur. Ndjesi rëndimi në anën e djathtë të barkut. Edhe pse mëlçia yndyrore zakonisht nuk shkakton dhimbje të forta, disa persona përjetojnë një ndjesi rëndimi ose perehatie në pjesën e sipërme të djathtë të barkut, aty ku ndodhet mëlçia. Kjo ndjesi mund të përshkruhet si presion, fryrje ose sikur diçka peshon në atë zonë. Zakonisht nuk është një dhimbje e mpret, por më tepër një parahati që shfaqet her pas here. Megjithatë, edhe kjo simptom mund të lidhet me shumë probleme të tjera të sistemit tretës. Prandaj nuk mjafton vetëm për të vendosur diagnozën. Rritje e yndyrës rreth barkut. Një nga faktorët më të lidhur me mëlçinë yndyrore është grumbullimi i yndyrës në zonën e barkut. Shumë persona me këtë gjendje kanë edhe atë që quhet obezitet abdominal, ku perimetri i belit rritet gradualisht. Kjo lloj yndyre nuk është vetëm një çështje estetike. Ajo lidhet ngushtë me rezistencën ndaj insulinës, çrregullimet metabolike dhe rrezikun më të lartë për zhvillimin e mëlçisë yndyrore. Në fakt, tek shumë njerëz, rritja e perimetrit të belit është një nga sinjalet e para që metabolizmi nuk po funksionon siç duhet. Analizat e shtregulta të mëlçisë. Në shumë raste, personi nuk ka asnjë simptom. Shenja e parë zbulohet vetëm gjatë analizave rutinë të gjakut. Rritja e enzimave të mëlçisë si ALT dhe AST mund të tregojnë se qelizat e mëlçisë janë në stres ose janë dëmtuar. Megjithatë, është e rëndësishme të dini se disa persona me mëlçi yndyrore mund të kenë analiza krejtësisht normale. Prandaj, analizat janë vetëm një pjesë e vlerësimit dhe shpesh kombinohen me ekografinë dhe historinë mjekësore. Rritja e sheqerit dhe kolesterolit. Mëlçia yndyrore shpesh nuk vjen vetëm. Ajo shoqërohet shpesh me rezistencë ndaj insulinës, prediabet ose diabet të tipit 2, si edhe me nivele të larta të kolesterolit dhe triglicerideve. Nëse analizat tregojnë vazhdimisht sheqer në kufijtë e lartë ose yndyrna të arritura në gjak, mjeku mund të rekomandojë kontroll edhe për mëlçinë. Këto probleme metabolike shpesh ecin paralelisht dhe ndikojnë njëra tjetrën. Mëlçia yndyrore shpesh nuk jep asnjë shenjë. Kjo është ndoshta gjëja më e rëndësishme që duhet të dini. Në fazat e hershme shumë njerëz nuk ndjejnë absolutisht asgjë. Nuk kanë dhimbje, nuk kanë temperaturë, nuk kanë shqetësime të dukshme. Dhe pikërisht kjo e bën mëlçinë yndyrore kaq të rrezikshme. Sëmundja mund të përparojë për vite me radhë pa u vënë re. Për këtë arsye tek personat me mbypeshë, diabet, kolesterol të lartë dhe faktorë të tjerë rreziku, kontrollet periodike janë shumë të rëndësishme. Kush është më i rrezikuar? Mëlçia yndyrore është bërë gjithnjë më e zakonshme gjatë viteve të fundit.
Rreziku është më i lartë tek personat me mby peshë ose obezitet, ata me diabet të tipit 2 ose prediabet, personat me kolesterol dhe trigliceride të larta, ata që bëjnë më pak aktivitet fizik dhe personat që konsumojnë shpesh ushqime ultra të përpunuara dhe pije me shumë sheqer. Edhe pse shpesh lidhet me mbypeshën, mëlçia yndyrore mund të shfaqet edhe tek personat me peshë normale. Prandaj faktorët e tjerë metabolik kanë gjithashtu rëndësi. Si mund të mbrohet mëlçia? Në shumë raste, ndryshimet në stilin e jetesës mund të kenë ndikim të madh. Humbja graduale e peshës tek personat me mbypeshë është një nga mënyrat më efektive për të ulur sasinë e yndyrës në mëlçi. Aktiviteti fizik i rregullt, edhe nëse është vetëm ecje e shpejtë për 30 minuta në ditë, mund të ndihmojë ndjeshëm. Një dietë e pasur me perime, fruta, proteina cilësore, drithra integrale dhe yndyra të shëndetshme, së bashku me kufizimin e pijeve me sheqer dhe ushqimeve ultra të përpunuara, konsiderohet një nga strategjitë më të rëndësishme. Gjithashtu, kontrolli i diabetit, kolesterolit dhe tensionit të gjakut luan rol të madh në mbrojtjen e mëlçisë. Si diagnostikohet mëlçia yndyrore? Shumë persona zbulojnë këtë gjendje rastësisht gjatë një ekografie abdominale. Përveç ekografisë, mjeku mund të rekomandojë analiza të gjakut për të vlerësuar funksionin e mëlçisë, si dhe analiza të tjera për të përjashtuar shkaqe të ndryshme të dëmtimit të saj. Në disa raste përdoren edhe ekzaminime më të avancuara për të vlerësuar nëse ka shenja të fibrozës ose dëmtimeve më serioze. Sa më herët të diagnostikohet problemi, aq më të mëdha janë mundësitë për të parandaluar përparimin e tij. Mëlçia yndyrore është një nga sëmundjet më të zakonshme metabolike dhe shpesh zhvillohet në heshtje. Lodhja e vazhdueshme, ndjesia e rëndimit në anën e djathtë të barkut, rritja e yndyrës rreth belit, analiza të rregullta të mëlçisë dhe prania e diabetit ose kolesterolit të lartë mund të jenë sinjale që nuk duhen neglizhuar. Megjithatë, duhet kuptuar se shumë persona nuk kanë asnjë simptom në fazat e hershme. Për këtë arsye, kontrollet periodike, një stil jetese i shëndetshëm dhe trajtimi në kohë i faktorëve të rrezikut janë mënyrat më të mira për të mbrojtur mëlçinë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.